Reagon Luizelli pas vendimit të apelit emocionon me fjalët për Kiara Titon. Pas vendimit të gjykatës së apelit që e shpalli të pafajshëm për akuzën e falsifikimit të dokumenteve, Luizelli ka reaguar publikisht me një video të postuar në Instagram. Në reagimin e tij, këngëtari shpreh mes të tjerash: pas një betejë të gjatë me padrejtësinë, drejtësia foli qartë, jam i pafajshëm. Postimi i Luizit u shoqërua me emocione të forta dhe ish drejtuar edhe bashkëshortes së tij, Kiara Titos, duke thënë: Kiara është drita që ndriçoi jetën time kur më duhej më shumë dhe dua ta mbaj për jetë. Reagimi vjen si një mbyllje publike e një kapitulli të vështirë për artistin, që tashmë duket se ka një rrugë më të qartë përpara. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.